Me rastin e 7 marsit ditës së mësuesit shqiptar, Komuna e Gostivarit ka organizuar darkën tradicionale solemne për të gjithë mësimdhënësit e pensionuar shqiptar të Gostivarit. Ata u pritën nga vetë kryetari i Komunës së Gostivarit Valbon Limani. Kjo darkë është shtruar në restorant Panorama, pasi ndodhemi në muajin e Ramazanit, erdhi për iftar. Kryetari Limani, mësimdhënësit e pensionuar i ka cilësuar më meritorët e kombit, ndërsa ditën e sotme një ndër ditët më të bukura të vitit. Ai tha se institucioni që ai drejton gjithmonë do ta ketë derën hapur për të gjithë mësimdhënësit. Edhe pse e di se një ditë është pak për ta shprehë gjithë mirënjohjen për ju, sepse gjithë ne jemi rezultat i punës tuaj të palodhshme që keni bërë. Mirë po është një gjë simbolik për t'ju respektuar në këtë ditën tuaj 7 marsin. Uroj dhe besoj që të gjithë institucionet të merren pak më seriozisht me çështjen e mësimdhënësve, jo vetëm derisa janë aktiv, por edhe pas pensionimit të tyre, që t'ju sigurojnë kushte më të mira, më dinjitoze, dhe besoj që edhe shumë vite tjera do të festojmë kështu së bashku, ndërsa dyert e institucioneve ku ne udhëheqim gjithmonë do të jenë të hapura për ju. Uroj të keni një Ramazan dhe agjerim të lehtë, ju bëft mirë dhe faleminderit shumë për kohën që keni ndajtur sonte. Ndryshe, ky ishte viti 8 që Komuna e Gostivarit tradicionalisht shtron darkë për mësimdhënësit shqiptar të pensionuar ndër vite.